sot ishte fix dita e kungullit. Siç e shikoni, këtu kam prerë disa feta prej kungullit që e pat në foto më lart. Kam hedhur 2 bustina sheqer tek njëra anë dhe 2 bustina të tjera nga ana tjetër. Ose le të themi 2 lug plot me sheqer. I kam lyer fetat e kungullit, i kam hedhur edhe pak mjalt me që më gjendej në kuzhinë. Nëse nuk ju gjendet, ju mund edhe të mos e përdorni, ose nëse dëshironi të shmangni sheqerin, mund ta bëni edhe thjesht me mjalt. E kam lyer pak kungullin lart me mjalt dhe mëtej i kam hedhur pak arra të qëruara, i kam hedhur pak karafil të thatë me që më gjendej për aromë shumë, dhe gjithashtu e kam spërkatur edhe me kanell. Të gjithë këtë mas e kam futur në një furrë me 250 gradë para nxehur dhe e kam lënë më pas të piqet. Është pjekur për afërsisht 20 minuta, duket kur piqet sepse kungulli fillon të shkriftohet dhe merr një ngjyrë të bukur. Ja kështu. Pasi e kam hequr, kjo është pamja e kungullit. Jam përpjekur që t'i bëj një video të bukur. I kam hedhur ende pastaj pak arra të tjera lart dhe voila. Është një ëmbëlsirë shumë e shijshme dhe shumë e thjeshtë për tu bërë. Aq më tepër tani që kungulli ka stinën e tij. Ju bëftë mirë nëse e provoni.